Kryeministri Edi Rama ka reaguar sërish pas kërkesës që i ka dërguar gjykatës kushtetuese pas pezullimit të zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga gjykata e lartë, duke mohuar pretendimet e opozitës se po ndërhyjë në punët e drejtësisë. Dhe as nuk jam këtu të ndërhyj në punën e prokurorit të gjykatës në fjalë dhe as merrem me pse dhe si ata po merren me një dosje të caktuar për një antar të caktuar të kabinetit. Jo, unë flas për cënimin konkret të balancës mes pushteteve. Për ndërhyrjen konkrete, brutale, në përbërjen e qeverisë, përmarrjen konkrete të kompetencave që kushtetuta ja jep kryeministrit mua në këtë rast, dhe nuk thot gjykundi që ato mund t'i përdorin sipas qefit, apo sipas tyre, sipas nevojës, edhe prokurorët e gjykatësit. Në një deklaratë të prerë, Rama tha se vendimi për pezullimin ka ngrirë disa projekte strategjike që kërkojnë firmën e Ballukut, përfshirë edhe fluturime direkte me Kanadan, si dhe 35 vendime të tjera të qeverisë, duke e bërë situatën të ndjeshme për funksionimin e administratës. Pastaj, flas se si prekja e gjithë këtyre bllokon punët në sektorin përkatës, ku hyn ajo marrëveshja me Kanadan, që e përmend atje. Po mundohemi tani mos e zgjidhim me Ministrinë e Jashtme. Për ata zëm se e zgjidhëm, megjithëse mua më duket shumë e sforcuar. Po me 35 vendimet e tjera të qeverisë, si doja bëjmë? Po me lejet e ndërtimit për investimet në energji të rinovueshme, në infrastrukturë, në godina publike, që kanë kaluar në KKT dhe nuk zbardhen dot pa firmën e pezulluar. Si doja bëjmë? Kryeministri theksoi gjithashtu se nuk ka ndërmend të shkarkojë zëvendës kryeministre nga detyra që është besuar dhe se pezullimi i saj është i pari i këtij lloji në botë. Duke bllokuar punën. Jo, sepse heqja e ministrit të rast nuk do zgjidhte këtë problem themelor, po do krijonte një problem themelor më vete për të nesërmen. Jo për mua, po për çdo qeveri, pasi miu i çbalancimit pushteteve, që do të kalonte këtë herë në mustaqe me idenë se ministrat mund të hiqen pa gjyq, mund të hiqen pa vendim të formës prerë, mund të hiqen pa dorëheqje, mund të hiqen pa vendim të kryeministrit, dhe thjesht mjafton një masë sigurie në një gjykatë shkallës parë, do të kthehej në ujk që do kafshonte qeveritë, do përbuste parlamentet, do përqeshte votën popullore nga ku edhe buron përbërja e çdo qeverie. Ja pse kam shkuar unë. Gjykata do të vendosë me 12 dhjetor nëse pranon kërkesën e kryeministrit, duke vendosur kështu mbi lishmërinë e pezullimit dhe ndikimin e tij në funksionimin e ekzekutivit.